Moderatorja bukuroshe Kiara Tito është shfaqur në skenën e Portokallis duke kërcyer për një rast shumë të veçantë. Ajo ka qenë e pranishme në momentin kur ndërkohë që po bëheshin provat e fundit të shfaqjes së sotme të Portokallis është furuar duke kënduar dhe duke kërcyer në mes të skenës një nga aktorët e Portokallis më të dashur për publikun shqiptar. Kiara rastësisht është kapur nga një video e njërës prej kolegeve e cila ka filmuar momentin kur i sjellin tortën aktorit që kishte ditëlindjen. Moderatorja e dashur është shfaqur pas aktorit duke kënduar dhe duke duar trokitur për të. Ajo shfaqet e veshur me një kostum sportiv të kuq dhe një peliçe sipër ndërkohë që në duar mban një skaler. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj pasi kanë parë videon e cila është bërë shumë virale kanë reaguar menjëherë duke vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt saj ku e duar trokasin për respektin që tregon ndaj kolegut dhe duket qartazi që nga buzëqeshja e saj urimi është prej zemrës. Kiara si gjithmonë ka arritur të rrëmbej vëmendjen edhe pse jo nga ana e saj, por në një moment kaq të veçantë të njërit prej kolegëve të saj. Ajo për herë ka treguar se është shumë suportuese ndaj kolegëve dhe shumë e hapur për të uruar atyre një urim për ditëlindje. Të gjithë nuk kanë hezituar të komentojnë lidhur me këtë moment që po qarkullon kudo nëpër rrjet dhe kanë vlerësuar pafund mënyrën se si moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka arritur të përcjellë kaq shumë pozitivitet dhe shumë dashuri në një moment kaq të çmuar për aktorin. Çiltërsia e saj e ka bërë këtë moment edhe më të veçantë. Moderatorja e ëmbël ka treguar gjithashtu se është një vajzë e jashtëzakonshme që rrezaton buzëqeshje dhe mirësi, gjithandej mjafton vetëm ta shikosh në fytyrën e bukur dhe të shndritshme për të kuptuar se sa shumë dashamirësi mban brenda shpirti i saj, i madh dhe shumë i veçantë. Me siguri edhe kolegu i saj do e ketë vlerësuar këtë reagim që Kiara ka patur për një nga ditët e tij më të rëndësishme. Madje buzëqeshja i është shtuar edhe më shumë kur e ka parë se sa i lumtur që është shfaqur Kiara ndërkohë që këndon dhe gëzon së bashku me kolegët e tjerë.